pjesës exit pollave I pa, çfarë trendi po duket? Po është prit që 50% që ka qenë I pamundshëm, s'është më 28 dhjetori, edhe ka qenë pak a shumë kë rezultat. Mirë po këto dy fakte do të mi potencu e para që edhe Albin Kurti edhe kushdo pavarësisht që I fiton 51%, ideja që në tema caktuar si çështja e presidentit ku nevojitin 2/3 kërkohet kompromis, edhe e dyta që Vjosa Osmani nuk ka pas impakt, domethënë shumë pak, ose për mos më thon impakti I saj ka qenë zero, s'pethan, po impakti I saj ka qenë shumë I vogël sepse Që bëjë minimal po thua. Po minimal, domethënë jemi kthy pak a shumë rezultatin e nëntëshkurtit vitit kaluar. Pra, atë favorin që ja ka bën 28 dhjetor që ka rrit vëvën artificialisht, domethënë jemi kthy në rezultatin e. Ti po I beson në exit pollave më shumë se projekcionit të Bleronit? Se projekcioni I Bleronit po qet 48.7. Po tash kushtojmë ne se di, në fondis do të më prit KSZ, ashtu ja huqen edhe exit pollet edhe Bleroni. Ka mundësi që t'ja huqin dy palës? Po ka mundësi, s'pe paragjykoj, po tash na gjithmonë flasim mbas këtyre senave, domethënë këtyre rezultateve që I kemi. Po tash me pas dola e shallë si shumë të I folë për zgjedhjet presidentit pa pas nevojë për. Cila e shallë, se edhe ky ka pas një projekcion? 60% thënë. Shallë është e vërtet? 63 Nuk është e vërtet, as pak, unë kam thënë që Po 60